Teleshikues të TV1 Channel, ju përshëndesim drejt për së drejti nga pallati I sportit Qazim Dervishi I Shkodrës, pikërisht në prag të ndeshjes Vllaznia Kamza Basket, takimi I dytë final për titullin kampion të Shqipërisë. Trim Dragicevic, Jeftic depërton në zonë, një harkiti dhe kosh! 2 piket e para të skuadrës shkodrane. Nikola Jeftic. Dica kërkon faul Vllaznia, por nuk është I mendimit të arbitrit dhe Jeftic shënon. Tekniku I Kamzës Adem Muhamedaj. 21-28 rezultatin e favor të ekipit të Kamzës. Atmosfera në pallatin të Qazim Dervishi vazhdon të jetë e ndezur, entuziaste, edhe pse Vllaznia është në dizavantazh të 7 pikëve, pritet kthesa Vllaznis, një përmirësim në mënyrë që në pushimin e ndeshjes Vllaznia të shkojë me një rezultat më të shkurtuar. Ndërkohë do të vijojmë të marrim opinionin nga tifozeria shkodane. Këtë radhë kemi Recep Sinanin, tifozin e Vllaznis në futboll që po e ndjek basketbollin. Sinani, një opinion e juaj për këtë ndeshje? Ndeshja jonë është jena drejt për së drejti nga pallati I sportit Qazim Dervishi I Shkodrës, pikërisht në këtë atmosferë më të vërtet sportive dhe teje të festive, pikërisht në prag ndeshjen Vllaznia Tirana në basketbol për meshkuj. Entuziazëm I tifozerisë shkodrane, pikërisht në momentin kur po prezantohen të dyja skuadrat. Vllaznia është në ekranin e majtë të ekranit tuaj me uniformën e bardhë, ndërkohë që në ekranin e djathtë është skuadra, është Vllaznia në ekranin e djathtë me kostumin e kuq, ndërkohë që Tirana është me kostumin e bardhë në ekranin e majtë. Edhe pak sekonda starton kjo ndeshje interesante që është e para gjysmë finale, janë 3 të tilla sipas rregullores, ndërkohë që sot duhet gjysmë finalja e parë. Nëse Vllaznia fiton sot dhe fiton të ndeshjen e dytë, atëherë është ajo e kualifikuara e parë e gjysmë finaleve të play-offit në basketbollin e meshkujve, ndërkohë që çifti tjetër gjysmë final luhet në kryeqytet në mes skuadrës Kamza Basket dhe Apollonisë Fierit. Të dyja skuadrat janë përshëndetur njëra me tjetrën, ndërkohë që tashmë kanë edhe pak çaste në dispozicion për tu eshi. Topi për Vllaznin. Berdica. Parazim 2-2, Nikola Jeftic. Serbi sa përmbritur të Vllaznia për para 2-3 javësh ka shënuar një kosh spektakular, ka ngritur peshë entuziazmin e tifozerisë shkodrane. 2-2 rezultati. Topi për Tiranasit, Vogli, një Vogli për 2 pikë gjuan, nuk shënon. Jeftic, pika më e fortë e skuadrës shkodrane, ka qenë I dëmtuar. Jeftic në këtë pragneshje për ka bërë të mundrën që t'jetë në fush dhe shënon dhe numri 12 Nikola Djokovic. Marazezi Djokovic 4 me të numër 10 Vaçari, ngushtohet diferenca. 37 Tirana, 51 Vllaznia dhe spektakel I Nikola Jeftic. Me të vërtet do të rukiti, entuziazëm e ka kthyer, e ka shtruar në spektakël të koshë Nikola Jeftic. Pas një kombinacioni ideal të skuadrës shkodrane, ka ardhur pikërisht në momentin e duhur ky kosh, ky aksion. Dhe ajo shkputje spektakolare në kosh në tribunën VIP të pallatit të sportit Qazim Dervishi dhe do të intervistoj autoritetet të ndryshme që janë prezent. Është Artan Pogoni, drejtori I klubit Tirana, është Bashkin Milo, një nga figurat e njohura të basketbollit të shqiptar,
sekretari i Federatës Shqiptare të Basketbollit Koro Bllazani që të treve i kërkojnë nga një mendim, jemi drejt për drejt, ju lutem, me të vënjësënu. Fillimisht me Bllazanin, Kamra Vlerzefit na shoqon. Është një atmosferë mjaft sportive, është një ndeshje mes rivalësh, është një ndeshje tradicionale që zhvillohet në Shkodrës dhe Tiranës. Natyrisht është mjaft me interes, sepse cila do nga këto skuadra i afrohet finales që do zhvillohet ditën e martë. Shpresojmë që ky sportivitet vazhdojnë deri në sekondën e fundit. Ma merr mendja që kjo ndeshje do të zgjidhet momentet e fundit të lojës. Komplimente për organizatorët, komplimente për sportdashësit që rrinë afër basketbollit. Shpresojmë që kjo atmosferë ta ndjeki deri në fund takimit. Bashkim Milo, një nga emrat e njohur të basketbollit shqiptar në vite dhe sot dhe një nga... Jam shumë emocionuar dhe... Lutem pak nga kamera, se jemi drejt për sot drejtin dhe mund t'ju ndjekin nga kryeqyteti edhe vetë miq, kolegët dhe familja juaj. Sinqerisht jam shumë emocionuar për atmosferën që është krijuar sot në Shkodër. Një lojë shumë e bukur, shumë interesante me dy ekipeve rival. Loja është në ekuilibër deri në këto momente, i uroj të dyja skuadrave suksese. Kjo tregon rritjen e nivelit të basketbollit të meshkujve. Lojë jashtëzakonisht e bukur dhe ju Milo e keni përjetuar të dyja periudhat përpara 90-s dhe pas 90-s dhe duhet theksuar që po rikthehet periudha e përpara 90-s kur pallati i sportit të Shkodrës buqiste nga tifozëria. Nuk diskutohet që ka një progres të jashtëzakonshëm. Sot ka basketbolista me 7 lartë që ka një teknik dhe vallëzojnë në fushë jashtëzakonisht bukur. Më pëlqen shumë finalja e sotshme. Ju uroj suksese dy skuadra, faleminderit. Duke parë këtë pjesë të parë, kush beson se mund të jetë fitues, dhe pse kemi këtu pranë drejtorin e Tiranës? Me që jam e drejtorin e Tiranës, ju uroj Tiranës fitore, natyrisht e vllaznisë, po unë jam asnjanës në këtë moment i dashur mik. Ju nuk jeni asnjanës përderisa i uruat Tiranës fitore, paksa anuhet, paksa qoftë me humor. Arton Bogoni, shumë i njohur në fushën e sportit, dhe tashmë drejtor sportiv të klubit Tirana. Drejtori i nisë sporteve në Bashkinë e Tiranës. Drejtori i sporteve në Bashkinë e Tiranës. Është kënaqësi që vim në Shkodër, ndjekim një finale të parakoshme. Do të mendoj që kjo do ishte finalja më e bukur e kampionatit kombëtar të basketbollit meshkuj. Atmosfera jashtëzakonshme, mua më bën qefi që qyteti i Shkodrës ka krijuar këtë lloj atmosfere ku balli i sportit është plot, natyrisht me prezencë femrash, fëmijësh. Është një kënaqësi që vim në Shkodër. Po ndjekim një gjysmë finale, do të thoja, brenda finales, së kësaj gjysmë finale. Trajneri juaj Bujar Shehu, një nga emrat e shquar të basketbollit shqiptar në vite, ka theksuar në prag ndeshjes se kush fiton sot, fiton edhe kampionatin. Pra ka parasysh që do ta sfidojë qoftë Tirana apo Vllaznia finaliste tjetër Kamza Basket. Do të shohim se kush do të dalë në finale. Tirana dhe Vllaznia janë 50 me 50 sot. Pavarësisht se pjesën e parë ka fituar Tirana, kjo atmosferë në Shkodër është për të pasur si linë në gjithë Shqipërinë. Unë kam kënaqësi që jam sot këtu, natyrisht që jam me Tiranën, por do të uroj suksese cili do ekip që dalë sot finale të shpallet kampioni i Shqipërisë. Bogoni, diçka tjetër, kalojmë tashmë për lojë që këtu pranë në radhën e dytë është mjeshtri i merituar i sportit Renato Radoja, Astrid Greva dhe Refik Vorfra. Do t'i kërkoj një mendim Radojës dhe Greves, fillimisht me mikun që vjen nga kryeqyteti, por është në shtëpinë e tij, ju lutem pak më afër, jemi drejt për së drejti me të vënjësënu. Të nderuar televizikues, kam kënaqësinë unë dhe vetë ekrani jonë që të kemi në këtë momente drejt për drejt një mjeshtër të madh të basketbollit shqiptar, Astrid Greva. Në fushë po gjikon djali juaj, Albi Greva, një tjetër emër VIP në fushën e gjykimit. I lutem nga kamera sepse jemi drejt për së drejti. Po, faleminderit. Unë ndjej kënaqësi të madhe, sepse po shoh Shkodrën e shumë viteve përpara. Është një ndeshje me shumë rivalitet, shoh me kënaqësi një publik shumë entuziast, si gjithmonë Shkodra i ka dhënë tonin basketbollit dhe gjithë sporteve. Përzgjedhur nga Federata Shqiptare e Basketbollit për këtë super sfidë gjysmë finale, që një farë mënyrë konsiderohet si finale dhe jeftish, vëron spektakël.
Bëron spektakel dhe ngre pesh, entuziazm. Milo, pam një kosh klasik. Një posëdues i huaj që dyti pesh pallatin e sport. Mile e person se tepër mendon se nuk Pa diskutim më i mirë. pa diskutim më mirë në fushë tekson bashkim Milo për Nikola Jeftic, numrin 4, basketbollistin serb që luan për Vllaznin. Sapo pam një kosh spektakel që e shënoi i varur mbi kosh. Jeftic shënon 45 me 42. Mushtohet diferenca. Rritet entuziazmi. Ara, Lasku. Përsëri topi për miq nga Tirana. Djokovic, numri 12 i Vllaznis, kërkon mbështetjen e publikut. Shikojmë me veprimet e tij se entuziazmon publikun duke i bërë thirrje për broritje. Vogli ka gabuar Tirana. Djokovic, vërshim i shpejt, Berdica. Por gabojnë dhe shkodranët. Djokovic dhe Berdica kanë gabuar rënd në këtë moment duke i dhuruar një top Tiranës se mund t'i vlej shumë. Ishte momentin ndoshta të barazoj rezultatit, por tashmë mund të thellohet. Arra po luan si titular gjatë gjithë ndeshjes Arra. Lasku. Vogli. Gabon Tirana, Djokovic është vdesur lufta sportive. Tepër ritëm, Djokovic për 3 pikë. Shënon! Barazim! Barazim për mes 3 pikë spektakël të Nikola Djokovic. 45 Vllaznia, 45 Tirana. Momente tepër emocionuese. Një baraspesh, një spektakël, një ritëm i jashtëzakonshëm që ka kësaj ndeshje. Kur tashmë baraspesha është në rezultatin 45 Vllaznia, 45 Tirana. Super ndeshje, super emocione në pallatin e sportit Qazim Dervishi të Shkodrës. Një transmetim i drejt për drejt nga televizioni i Shkodrës, pikërisht në këtë ndeshje kaq decisive dhe përcaktuese për finalisten e kampionatit, e cila do të luajë përballë Kamza Basket, skuadra e cila është kualifikuar ditën e mbartë teksa ka mundur 2 herë Razi apo në rinë e Fierit. Tepër emocione. Do të rifilloj loja tashmë me një prioritje, entuziazëm dhe me një mbështetje spektakolare të skuadrës të tifozëve shkodran për ekipin e tyre pikërisht në momentin kur Nikola Djokovic i dha barazimin Vllaznis. Ishte një 3 pikë i hartë i realizuar nga numri 12 Nikola Djokovic që barazoi rezultatin dhe ngriti pesh entuziazmin shkodran. Lasku. Jani. Vogli. Përsëri Jani, gabon Tirana, topi për Vllaznin. Gjyshtari Greva, sa për i dha topin Djokovicit, Dragi.